Qytetar ju bashkangjitur Bojmë apel të gjithë qytetarëve që t'i bashkohen këtij grupi, ku Kuvendi Komunal dhe kryetari i komunës kanë vendosur se t'i mbështesin vazhdimisht në projektet e tyre. Pas shumë përgatitjeve që kishin bërë, tani më çdo gjë ishte në rregull dhe pjesëmarrësit ishin të gatshëm për të filluar këtë ekspeditë që në orët e hershme të mëngjesit. Këtij marshi ju bashkangjitën edhe pjesëmarrës të tjerë nga shoqëritë bashkëtarë të Prishtinës, Prizrenit dhe Pejës. Të gjithë u sistemuan për të udhëtuar me autobus deri në afërsitë të Dragubis, por të filluar pas pak përconu në rrugën e pjesëmarrësve. Bukuria e natyrës shqiptare ishte mjaft disponuese për ta. Ekspedita filloi nga Gjakova, duke përshkuar rreth 30 kilometra nëpër qafë Morin, Baramcur e deri në fushën e të sjellë dhe bukuria ideale e natyrës bën që mes bashkëtarëve të krijohet një atmosferë e thellë miqësore. Një ndër karakteristikat e bukurisë natyrore ishin edhe rrjetat e lumit Valbona. E lugina Valbonës tani më është bërë e njohur për shumë vende të tjera evropiane, me bukurinë e saj dhe ngjyrën më karakteristike të ujit që mund të ketë në një lum. Vizitorët e shumt nga Zvicra, Austria, Izraeli, Franca, Italia tani janë bërë të rregullt me vizitat dhe organizimet e tyre në këtë luginë. Marshuesit po njoftuan prej së afërmi me jetën në fshatit të Dragobis, madje ishin shumë të interesuar për këtë gjë. Një ndër qëllimet të shoqërisë bashkëtare është edhe mbrojtja e natyrës dhe ndjesimi i popullit rreth kësaj çështje me siguri se do të ndikojnë në eliminimin e pamjeve të cilat i hasin në natyrën tonë. Edhe pse terreni përmbante disa pjesë mjaft të vështira për marshim, bashkëtarët nuk i dalonte gjë, nga se përgatitjet dhe motivi i tyre i fortë dominonte në çdo çast. Pika e radhës ishte pranë lapidarit të Bajramcurit, ku vendasit pritën me mirëseardhje marshuesit bashkëtar. Me sa duket lapidari ishte dëmtuar paksa, por vlera e tij qëndron ende fuqishëm. Këtë më së miri e dëshmojnë ndërimet e shumta ndaj këtij heroi të madh të kombit tonë. Këtu u rikujtua vepra e lartë heroike e tij, e në të njëjtën kohë u rikujtua edhe egzoti i vitit 1999. Pjesëmarrës nga Kosova heroike. Zonja dhe zotri, zënë si student të afërm pasardhës të heroit popullit Bajramcurit. Mirë se keni ardhur në përvjetorin e 85 vjetorit të rendjes së heroit popullit Bajramcurit. Ardha juaj është nder i madh që i bëjmë kombit, figurës piramidale të Bajramcurit, heroit të Kosovës së Shqipërisë. Sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë rritet, madhështohet figura patriotike e këtij atlletarit madh. Mbar kombëtar. Luftat heroike të Bajramcurit kundër forcave turko, serbo-malezeze
për kombin shqiptar ka qenë vazhdueshme. Pa ndërprerje vazhdoi luftën dhe vëmëtarinë e tij për kombin. Ai luftoi heroikisht kundër turqëve Osman. Në vazhdimsi luftoi pjesëmarrësi kryesor në revolucionin e qershorit, ku filloi nga Margega dhe vazhdoi në gjitha anët e Shqipërisë dhe u përmbys regjimi i Ahmet Zogut. Nëpërmes saj u dështoi ky revolucion për Ahmet Zogu, i mbështetur nga forcat greke dhe serbe, arriti që të marrë pushtetin 24 dhjetor 24. Bayram Surri i ndjekur i persekutuar nga ky regjim u detyrua të largohet në Kosovë, në Shqipëri dhe gjeti mbështetjen, besimin tek patrioti Bayraktari Krasni Salimani, burrat e Dragovisë, i cili qëndroi disa kohë mbi një muaj në Dragobi. Kryesisht në shtëpinë e patriotit të Maldula, qëndroi disa kohë. Pastaj u vendos në këtë shkëlqyen që kemi këtu thepi, u vendos qëndroi i mbështetur bashkë me bashkëluftëtarët e tij nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe i hetuar nga regjimi i Zogut me forca shumëta mercenare, me forca shumëta xhandarmerisë, arritën që të rrethojnë Bayram Surrin. Bayram Surri zgjallë nuk lidhej. Ai luftoi heroikisht bashkë me shokët e tij disa orë. U vran me 10 xhandar, përfundimisht ngeli i vrarë dhe heroi i popullit Bayram Surri. Trim mbi trimat që figura e tij gjithnjë lartësohet dhe bëhet e madhe. Ardha juaj është nder i madh për gjithë ne që ta gjithnjë edhe më shumë ta kujtojmë këtë figurë të madhe patriotike. Debimi i shqiptarëve nga Kosova historikisht ka qenë prezent gjatë periodave të ndryshme historike. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë, politikanët serb kanë hartuar projekte, plane dhe elaborate për pastrimin e trojeve etnike shqiptare nga elementi shqiptar dhe kolonizimin e tokave shqiptare me elementi slav. Të përkujtojmë debimin e shqiptarëve edhe në kohën më të reja, viteve 1953-57, kur nga Kosova u shpërngulën mbi 300.000 shqiptar për në Turqi. Pas suspendimit të autonomisë të Kosovës në mars të vitit 1989, pastrimi etnik shqiptar merr për masa shqetësuese në metropolet evropiane, ndërsa kulminacioni i debimit arriti menjëherë me fillimin e fushatës ajrore të forcave të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe me 24 mars të vitit 1999. Në Gjakov nuk kalun as 2-3 orë pas sulmeve të NATO-s. Piromanet dhe vandalët serb i avun flakën qashisë madhe me vlera të larta autoktone shqiptare. U dogjen mbi 350 dyqane dhe shtëpi për rreth dhe ranë viktimat e para si kirurgu Dr. Izet Hima, Iriu Kujtim Dula dhe disa antarë të familjes Gjerka. Shkatrimet, djegjet, kindapimet, vrasjet ishin për dishmëri në tërë teritorin e komunës së Gjakovës. Në rrenzat e Qebratit vritet veprimtarët profesor Dr. Badrul Çavushi, juristi Urim Rexha, Mark Malota dhe shumë të ri, ndërsa në këtë numër është edhe nxënësja e gjimnazit, poetesha Ylka Domi, bilbili i Qabratit, Esat Bisuri me shumë shok të ura të ligjve. Me 7 maj në betejën e Qabratit u vron dëshmor me armë në dorë dhe martir. Vetëm brenda një dite u burgos grupi gjakovar për 145 vetave që përjetun të merret në burgun e Dubravës. Piromanet nuk kursyn as fëmijë, gra, pleq, duke i djegur për së gjalli në shtëpitë e tyre. Nga kolonat e pakputura ndahen shumë të ri deri ajo në meje afër Gjakovës me 27 prill, ku për 2-3 orë u përshkatuan 372 veta. Meshkuj të paramatosen, kryesisht të rinj nga Reka e Keqe deri në Ynik. Ky krim njihet si ekzekutimi më i madh dhe më i tmerrshëm në luftën e Kosovës. Lumi i refugjatëve dhe kolonat e pakputura të refugjatëve të përsjellura nga organet policore ushtarake serbe nuk kanë të ndalur që nga 27 marsi e deri me 10 maj kur u mbyll kufiri me Shqipëri. Vetëm me 14 prill, vetëm me 1 deri me 4 prill ishte fluksi më i madh. Gjatë një dite me mijë refugjat kalun pikën kufitare në qaf Prush, ku në kolon kishin pjesëtar edhe nga Mitrovica, Vushtria, Drejnica, Klina dhe Malisheva. Kuksi, Hasi e Tropoja janë dëshmitar të pritjes së numrit të madh të refugjatëve kosovar. Hapen dyrë zemrat me bujari dhe ngrosi vllazërore për vëllezërin nga Kosova.
Një pritje e tillë ngriti vlerat morale ndër shqiptarët dhe në opinionin ndërkombëtar dhe kancellaritë botërore. Prandaj nuk është e rastit që Kuksi hyri në listën e kandidaturës për çmimin më të lartë në botë Nobel. Zonja dhe zotëri, në fund të dashur vëllezër mikpritës, në radhë të parë të këtij manifestimi të egzodit shqiptar, ne ju shprehim edhe një herë falënderimet e sinqerta e vëllazërore me respekt të madh për atë që bëhet për ne në ditët më të vështira për refugjatët nga Kosova. Rroft uniteti dhe lidhjet tona vëllazërore Kosovë-Shqipëri. Qofshi shfaqje bardhë dhe mirë u takofshi në takimet e ardhshme. Madje, për ndërimin e kësaj figure të lartë kombëtare, bjeshkatarët nuk hezituan të përcjellnin lavdata edhe përmes interpretimit të këngëve. Bajram curri plake, zemrat boj pik gjak, amon amon, sot se për konak. Zemra poj pik gjak, amon amon, sot se për konak. Bajram curri shije, Bajram curri shije, uj porrin papia manamon, sote për Shqipëni. Uj porrin papia manamon, sote për Shqipëni. Bajram curin male, Bajram curin. Qyteti bukur në brendit të Shqipërisë, Elbasan, qyteti bukur në brendit të Shqipërisë, bite tua por si flutur rokshin librat e diturisë, bite tua por si flutur rokshin librat e diturisë. Vajta shkolla anës lumit në Elbasan durse Tiran. Vajta shkolla anës lumit në Elbasan durse Tiran. Se të ti mojshvija moj shkodër ta shodrinin dhe bojan. Se të ti mojshvija moj shkodër ta shodrinin dhe bojan. O ju malet e Shqipërisë edhe ju lisat e gjatë. O ju malet e Shqipërisë edhe ju lisat e gjatë. More male fusha pyjen tërmen ju kom ditë e natë. Kodra male fusha pyjen tërmen ju kom ditë e natë.
ishin të shumta dhe mjaft të qarta që bën rreth 150 bjeshkatar të moshave të ndryshme dhe vendeve të ndryshme të marrin pjesë në këtë ekspedit. Disa nga pjesëmarrësit japin opinionet të tyre. Shoqata bjeshkatare alpiniste Pashtriku nipet si shoqata që më së miri organizon këto ekspeditat në bjeshk. Organizimi sot ka qenë tepër nivel, koha ka shërbyer shumë shoqatës që të gjithë dalim në natyrë. Po, unë si bjeshkatare shfrytëzoj çdo ekspedit për me dalë në natyrë dhe me u shoqëru me bjeshkatar. Jam antare e shoqërisë bjeshkatare Prishtina, si dhe e shoqërisë bjeshkatare Pashtriku Gjakovës. Prandaj për mu ka qenë sot dhe natyrshme me u bashkangjit shoqërisë Pashtrikut. Motivet për dalje janë të shumta: qëndrimi në natyrë, shoqërimi, solidarizimi, mbrojtja e natyrës, edhe shumë motive tjera. Unë ju bëj thirrje trimve, sidomos në nxënësve shkollave të mesme, studentëve që gjithë ma shumë të bashkangjiten në këto ekspedita, sepse këto përveç shoqërimit me njerëz tjerë, përveç risocializimit, kanë qëllim edhe njohjen e të rinisë, njohjen e natyrës, domethënë. Pastaj me njohjen e natyrës njeriu e dëshiron, don më shumë këtë ambient edhe shkon edhe mbron natyrën. Prandaj në anën tjetër ky sport është sport që nuk kërkon shumë shpenzime. Domethënë natyra është këtu, ajo çka duhet është vetëm eksplorimi i saj, është dalja jashtë dhe shëtitja. Edhe pse ta mos shfrytëzojmë këtë natyrë kur e kemi këtu, pse mos njihemi me malet e bukura në trevat shqiptare. Sot kam ardhur për të arktuar, sepse më pëlqeu edhe kam ardhur ta nderoj për vjetorin e Baramsurit. Herën e parë kur kemi marrë pjesë, unë kam ndi veten shumë i krenar që bashkangjitem me bjeshkatarët e Gjakovarit. Vitin e parë kur kemi shku në fshatin Zogaj, viti i parë, se populli Gjakovës atje kanë qëndru ma shumë. Me neve kanë qenë fëmijë, kanë marrë pjesë hesjen e rrugës egzodit, fëmijë, bura, gra, vajzat, që në atë kohë kur kanë hik me popullin, pa më parasysh, edhe tash po vinë mas 10 vjetëve, përsëri në përgjatë rrugë që kanë kaluar gjatë luftës, tash përsëri me bjeshkatarët e vllaznimit edhe me bjeshkatarët e Sharit, bashkarisht kemi ecë prej kufirit e Shqipëri Kosovës deri te Zogaj 3 orë plot. Pas marsheve të tilla përkujtuese që shoqëria bjeshkatare alpiniste Pashtriku organizoi gjatë viteve të kaluara në Zogaj, Zgjeq dhe Krum të Shqipërisë, Dragobia 2010 është marshi i 5 me radhë. Çfarë motivon bjeshkatarët e Pashtrikut të organizojnë tradicionalisht këtë marsh? Po, siç po shihni, sot për të disatën herë, që disa vite, në mënyrë tradicionale, shoqëria bjeshkatare alpiniste Pashtriku Gjakovës e organizon, domethënë, marshin përkujtimor të egzodit të vitit 1999, edhe për çdo vit në prill, në fillim të prillit, në kujtim të vuajtjeve të njerëzve që janë përndjekur nga Serbia, nga pushtuesi serb për në Shqipëri i popullatës sonë të Gjakovës dhe disa qyteteve tjera të Kosovës, ne e organizojmë si shoqëri bjeshkatare këtë marsh të egzodit me një pjesëmarrje siç e patë edhe sot. Si vjetë ka qenë një pjesëmarrje më e madhe, domethënë nga disa vite që kemi organizu, edhe këtë bëjmë domethënë për mos me harru vuajtjet e popullit tonë që kanë vujt domethënë nga përndjekjet e serbit. Edhe kemi qenë viteve tjera, kemi qenë në fshatin Zgjeq të Shqipërisë, kemi qenë në Krumën e Shqipërisë, kemi qenë në Zogaj të Shqipërisë, se sot erdhëm në Dragobi, edhe në vendin e Baramsurit, domethënë në mënyrë simbolike që të tregojmë që popullin është megjithatë i përbashkët
do të ndihmojmë njëri tjetrit sa të jemi gjallë. Me sa duket, tradita do të vazhdoj. Ne edhe vitin e kaluam me thamë që 2009 është i fundit, po megjithatë popullata po kërkon, edhe marrë me se zota ndërprejmë do të vazhdojmë. Edhe tani pas 11 viteve nga shpërngulja që bën kosovarët nga shtëpitë e tyre, kujtimet mbetën ende të freskëta nga ata që përjetuan ekzodin. Unë pjesërisht kam qenë edhe vetë pjesë e ekzodit, vetëm se një periudhë diku, do më thonë fillim muajit maj, dhe përkujtimi i atyre ditëve që përmes shoqatës bjeshkatarëve Pashtriku tash është veç tradicional, të gjithë ne që do më thonë me këto vjetë e përkujtojmë atë eksod, është një datë shumë, ta them, emocionale për atë që kemi kaluar, do më thonë, vitin 99, krejt qyteti Gjakovës, po edhe qytetarë tjerë të Kosovës, cilët përmes këto vend kalimeve të qytetit tonë kishin kaluar në Shqipëri. Sa me të vërtet emocionuese kanë qenë ato ditë, mund t'ju them mas i mirë i shifet të mikpritësit tonë, do më thonë, kur kemi qenë tradicionalisht këto vit mas luftës, do më thonë edhe në rejonin e Krumës atje, edhe në Has, po edhe tash që jemi në Tropoje, po atë edhe vetë, sa me emocione këta vendasit në presin, se edhe ata e kanë, do më thonë, alat fresk kujtimin e gjithë banorëve, ta thonë, komunës Gjakovës, po edhe krejt Kosovës që ato ditë kalun, kufinin, të raskapitur, të rritur, me dhembje shumë të mdha për vujtjet që këshin pas, për njerës që këshin humbe tjera, me vërtet kanë qenë din shumë shtira që kanë bet thellë në kujtesen edhe mikpritësve, po edhe të neve që sa vjetë veç po provojmë ta majmë në kujtim këtë përvjetor, do më thonë ta kujtojmë këtë përvjetor të eksodit.